Mira të ermish rikëthejme e flasim për një temë interesante, jemi zbashur në blokun e 4 dhe da kemi një super panel. Një iri shqiptar që jeton në Hamburg ka kërkuar ndihmë nga disa persona që pretendojnë se bëjnë bashkime qiftesh, pasi nuk ka arritur ta kapërcejnë ndarjen nga e fejuara e tij. Ai thotë se është i gatshëm të paguajë një shumë të madhe parash për të rikthyer me ish të fejuarën e tij. Por, kjo rast ka hapur debat mbi besimin të këto praktika dhe rrezikun që njerëzit të përfitojnë nga emocionet e personave të tjerë pas ndarjes. Pra, ti marrin do parë dhe thonë fry 3 herë, pije qituj, shko vendosësh atë anën e majt, flajnë anën e djathtë dhe ha hurme, se ki mund drejsh. Po këto sene, sipas mendimit tim, nuk ekzistojnë. Por, a ekzistojnë, a nuk ekzistojnë, e kena një super panel që kena me kuptu. Dhe në anën tjetër e kemi psikologun, mikun e emisionit tonë Rën Kastrati, gjithmonë kënaqësimit pa në studi Rën. Ne po du me dal njerë të Roni me kuptu në aspektin psikologjik, qysh deshifrohet kjo, sepse pastaj në aspektin shpirtëror e kena zonjën Kotori me cilën kena me folë. Në aspektin psikologjik, a deshifrohet kjo, a ka mundësi që me pas një fuqi të cilën na nuk e shohim, po që t'i kryjm punë. Këtë rast e bën atë zonjën që nuk pi pëlqen ti më, mi pëlqyti prapë dhe mu kthy me ty. Kroni, këto tema, këto ngjarje janë zakonshme në fakt edhe po sfidohemi me rastet e tilla, por juve thatë shumë mirë, a ka fuqi të tilla, ekziston një fuqi e tillë? Po more ekziston, diku është kjo fuqi, brenda trunit, as sekundi tjetër. Po. Pra, gjithçka është tek truni, tek mënyrat menduarit. Në aspektin psikologjik, Rën, qoftë në aspektin shpirtëror, zonja Kotori, dhe qoftë në aspektin social, shoqëror, agon. Cili doni merreni fjalën? Po, Rën. Agonin nuk ka folë pjalloj me Rënin. Jo, Roni. Po, Rën. A ka kuptim kjo që thash, apo është thjesht një budallallëk të cilin e kam dëgju? Kronë shumë interesante, po teksa po flisje për këto, më riktheve në nostalgji për filmat animuar që kemi parë në familji. Po. Dhe sa për informacion, ju e dini shumë mirë, ju them hapur këtu, dhe hajde ta gjejmë së bashku një zgjidhje shumë interesante, po e ndaj një shembull konkret me një detaj shumë interesant. Nëse ne shkojmë dhe vizitohemi tek ta që pretendojnë se kanë fuqi mbinatyrore ose forca metafizike, dhe kur ne fillojmë edhe rrefejmë historinë tonë e bazojmë në një trillim të caktuar, ne. Dhe ata persona që pretendojnë se janë të mbinatyrshëm, duke ju referuar informacionit dhe historisë tonë të trilluar, nxjerrin mega fakte, çuditëbërse, apo mrekullueshme ose magjistareske. A keni provuar diçka të tillë? Vetëm një gjë, dhe kur në fund ju thua se ka qenë histori e trilluar, ngelit pa fjalë. Pra provoni dhe shkoni tek ta njerëz dhe trilloni histori në më të ndryshmet dhe do ta kuptoni se si ja fusin kot. Unë e pa ta kuptuar ka bërtu gruaja. Pa u martu kur. E ke provu? Pa ta provu me një zonë në plazh, kështu. Tregoj, tha, sa herë ka abortu gruaja, tha. Ashtu si jam i martu. S'po di, unë për vete kom shku me këshyr fal, nuk e mohoj dhe më duket interesant, po tani mendoj që është çështje që e para prin vetët si çikesh. Që ka bëj mendoj me çat pjesa, më kupton. Nuk e di sa çysh tek se mundet. Pa ka ilaç kur të harron dikush. O i nderu. Ilaç ka mu distancu dhe me gjë tjetrën, unë çfarë të mendoj, dyshys pranojnë më që refuzon diku nuk të don më më ishe dashura jote, ishe vimja jote, ja pajto me realitetin. Qash. Vetëm ndërhyrje. Patjetër. Është le ta di mirë, edhe le ta di dhe publiku dhe gjithë opinionin që ju ndjekin. Se ata përdorin gjuhë misterioze, përdorin fjalën energji, forca mistike, bllokime, rituale sekrete, përdorin magji dashurie, për ka dhe diçka tjetër që e përdorin. E përdorin edhe efektin që ne themi efekti Barnum, që do të thotë se i përgjithsojnë gjërat. Pra, japin deklarata të përgjithshme që vlen pothuajse për të gjithë. Disa bretyre e bojnë diçka të tillë, po. Ti e do akoma atë person, ose ka pengesa mes jush, ose ajo mendon akoma për ty. Pra, ky është efekti Barnum. Që e përdorin qëllimisht për manipulu emocionet e atij personi që janë vulnerabël, pra, hiper të ndjeshëm. Nëse një person është hiper i ndjeshëm dhe është ndarë nga bashkëtia, atëherë ai është i predispozuar apo i prirur t'ju besoj gjërave të jashtëzakonshme për të arritur të zgjidhja. Pra, të ribashkohet sërish. Po. Zonja Kotori, po kthehemi edhe një herë te kjo, jena duke shku prej fundit të kësaj pjese. Pa i thyrë rregullat universale apo ligjore, po du me ditë
A qysh si pas juve si zonë, qysh me janë fitu zemrën një gruaje, apo qysh me ju rikëthy një gruaje, me që edhe personin në fjallë ka problem rikthimin, basë është të nga po dhe në basë e merë një praktik më normale dhe më fair të rikthimit. Po, përgjithësi na duhena me u pajtu me atë çka universi sjell për neve. Mendoj që qaj është qaj fati jonë, me qenë se po ndëgjoj që ka njerëz që nuk mendojnë që ka diçka posa asaj të prekshmes, edhe asaj që na shohim ose e ndjejmë. Na e dim që jemi njerëzit jemi qenjet limitume, na as nuk nim sa nim një qen, as nuk shohim sa shef një mace, dhe më thani kemi të limituara shumë gjana, ose të kufizuara, edhe kjo, nëse na i kufit tonë janë dhe që aty ku na shohim, ose ndjejmë, ose nim, ose qka do, kjo nuk do të thot që diçka për te që asaj nuk ekziston. Kjo ishte një farë replike e jemja ndaj Ronit, mirë po, si do që tjetë na muj me besu për ato që ka dim, kjo nuk do të thot që ato që na nuk e dim, aja nuk ekziston. Absolutisht. E dyta, po flasim për dimenzion, ose ato që nuk e njohim. Po, fiks, atë jem. Po flasim për dimenzionet, mendoj që kjo puna atë që ta ka spjeguar ty që mundet me kontaktu ose me komuniku me entitetet të cilat munden me i kry favore e me jamush me në ndikujna, këto kemi të bajnë me dimenzionet, na aktualisht që tash jemi në këtë që ka jemi të bo, jemi në dimenzionin 3, bota shpirtnore i njef edhe disa dimenzionet tjera, mirë po në andra jena në një far tjetër dimenzioni, shpirti e ka jetën e vetë pambarësisht prej trupit, edhe këto e dim, e ka vërtetu edhe shkenca, mirë po, pse i keq përdori njerëzit tona këto, ata të cilët kajnë qasje ose menojnë që kajnë qasje, e përdorim për mashtrim, e përdorim për fitime ekonomike, kjo është tash tjetër tim. Se si mundën me ja morë zemrën një femne, unë e thamë, Roni, me të përgjesh në fund, me përpytjen tënde, vetëm me sinceritet. Vetëm me sinceritet edhe me këmgullje edhe me përkushtim. Nuk e besoj që një vajzë dhe se një femën refuzon me qenë e dashtëm. Na refuzojmë vetëm kur jemi të keq trajtuara. Unë vesh në shapën... Mirësjellje, po. Qëre, mendoj që në këtë rast ka shumë qka për më analizu, vetë fakti që ti kërkon zgjidhjet problemit tanë djetësor të një diçka e tillë, për mua është pikpyetja që duhet më diskutu mas shumë ti. Me vetën, se ke dorë për vetës. Se po pret pikrisht, pra din në rast që është një person që vazhdon me dash këtë fejes, në shamurin me tentu mi përmisu ka që ka pas, nëse pala tjetër... Sepse më qitën rrugë në thelbë, nëse ti ke hek dorë për vetës për mu pajtu me dikën, atëherë bjen që ti ke pranu vetën si dështak brenda asoj lidhje. Përgën zgjidhet e një diçka tjetër. Okej, po. Që që për ndryshe prapë thëmë, ka njerëz se ka aspekt ndryshme që është dikush gjendra ati në këto gjana, pa tjetër të mos e dëmtu dikën tjetër, pra shikimit të almërisë dhe gjana tilla, që që njerëz se kanë të drejtën e vetë me besu në çka dhe që ata dojnë për sa nuk për dëmtuar dikën tjetër. Por kur kemi të bëjmë raste të tilla, të magjisë ose gjana tilla, jemi duke dëmtu palën tjetër. Dhe rrjedhimisht mendoj absolutisht që nuk është në asnjë mënyrë e kuptueshme ose e pranueshme. Po, Roni, patjetër. Shumë. Zoja më tha që po më replikon, falenderoj shumë për replikimin, po haron Zoja që përveç këtyre besimeve, forcave të padukshme, ose shqisave nominale, ose shqisave, ose perceptimeve jashtëqësore, është edhe një studim shumë interesant që ne e quajmë neurokuantik ose fizik kuantike. Pra, unë e kuptoj Zojen që këto gjëra i flet me entuziazëm, po ka edhe fusha tjera shkencore që e studiojnë atomin në nivelin subatomik, shumë të thellë se kaq. Pra, mos i futemi këtyre teorive, unë thjesht besoj në një forcë të mbinatyrshme që ne e quajmë në përgjithësi Zot, dhe nuk e kundërshtoj fare këtë, por nuk besoj në këto mediokrizira të cilat kanë të bëjnë me parashikimet, kuturu, sa hapen mbyllësyt, sepse këto janë thjesht manipulime suggestive që vijnë si rezultati emocioneve të shpërndara ku personi thjesht ndjen dhimbje dhe ankth dhe është i predispozuar të besojë këtyre teorive false ose të pavërtetuara që nuk kanë ekspertizë shkencore. Oron,
për dallim prej teje, unë në asnjë moment nuk qujta as mediocre, as Nuk thash ty, falso, nuk thash ty, as teorive. Jo, po mirë, qasjen teme, që ashtu Jo. Teorive. qire, unë e di me lexuar mes rreshtave, Roni, lutem. Mos e deformo Megjithatë- fjalën për qëllime tjera. Megjithatë, respekt për ty, shumë bukur, unë e pajtohem thuja se në tërësi me ty, unë jam vetëm një hap pak ma, dhe më thënë pak ma, e lejoj veten pak ma shumë me besu ose me mendu që mundet me pas diçka edhe më përtej që asaj çka di unë. Po, e vërtet është që fizika kvantike për çdo ditë po përparon, jam duke e përcjell, edhe e kuptoj edhe ato, mirë po, unë flas me gjuhën e popullit, duke marrë parasysh që i takoj një populli edhe kam qef me më kuptu kur të flas une. Me bo me nisun e tash me folë për fizikën kvantike edhe me folë se çka në fakt mund të ndodhë nëse ka dimensione tjera, të cilat ti e din nëse e përcjell fizikën kuantike edhe e kupton që materia nuk ekziston nëse ti e përcjell, atëherë mund do të më fol me një këtë gjuhë që më kuptu populli. Prën, jo diçka personal me zonjën Kotorri, po nëse ki diçka për temën, se besoj që çështjet personale i diskutojnë dhe në studio kur jemi këtu. Edhe një herë tjetër, në qoftë se është ndjerë e bezdisur nga fjalia ime zonja në fjalë, i kërkoj falje publike, por nuk e kisha për to, për mediokriteti, por për njerëzit që manipulojnë në situata tilla. Dhe e dyta, që ka shumë rëndësi, Kroni, ju e dini shumë mirë aty ku jeni prezent. Çdo gjë në jetën tonë njerëzore është psikologjike. Për te saj është e diskutueshme. Mos harroni. Po, bravo, që kjo është, bravo Rënë. Pra kena një pikë edhe ku pajtohemi të gjithë bashkë, nëse ka edhe diçka agoni po mdohet. Jo, vështash, mendja shkon aty ku ka, ma nuk shkon as ka me shku kur. Në kuptimin që njeriu mendon shumë çka, ato bëhet. Mendja shkon aty ku ka, ma nuk me shku kur. Nderët. Dhe guha kur dha më dhome. Ato se di. Mirë, agon, shumë faleminderit dhe gjithmonë kënaqësi. Ama mos bëni hajmali, kush që don, ju don, kush që don, ka e madhe, ka opsione mjaftueshëm, mos bëni kësi gjana. Respektoni veten. Rën faleminderit shumë, zonja Kotorri, gjithmonë kënaqësi me ju pas në lidhje direkte, faleminderit që Faleminderit Mira, atëherë është koha të përmbyllim këtë blok jashtëzakonisht interesant, po nuk